Kthimi i Armando Brojas në fushën e lojës do të jetë një telash më shumë për Anglinë para përballjes që tre luanët kanë me Shqipërinë të premten në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e botërorit 2026. Për këtë është i bindur mbrojtësi irlandez i Evertonit Jack O'Brien. Pas përfundimit të ndeshjes ndaj West Hamit me shifrat 1-1, futbollisti i Evertonit foli për impaktin që kishte pasur aktivizimi i Brojas në fund dhe paralajmëroi anglezët të ishin të kujdesshëm me të. Mendoj se e pat çfarë futbollisti është Broja. I fortë, i shpejtë dhe teknik gjithashtu. Po flas si mbrojtës, ai nuk është dikush që ti dëshiron të kesh përballë. Ai krijon raste dhe mund të jetë një bezdi. Ai është një lojtar shumë i mirë dhe ka ende shumë për të treguar. Ishte falti dhe Qermitit që morën një rezultat në fund pasi ata ishin të shkëlqyer kur hynë në fushë. Ai do të bëhet një lojtar i rëndësishëm për Shqipërinë, tha mbrojtësi i Evertonit.